Besimtarët Bektashin kanë festuar ditën e Sultan Nevruzit, që përkon me ditëlindjen e Imam Aliut, një nga figurat më të rëndësishme të besimit. Në fshatin Melçan të Korçës, 10 besimtar e pelegrin nga zona të ndryshme janë mbledhur në teqen Baba Abdullah, ku kanë kryer ritualet fetare dhe janë lutur për paqe, shëndet dhe mbarësi. Ceremonit kanë nisur në orët e para të mëngjesit, duke vijuar gjatë gjithë ditës në një atmosferë përkushtimi e harmonie shpirtërore. Sot ditë feste, ditë gëzimi. Urojmë që ndoshe mirë, të jemi mirë të gjithë, si familje. Sot është dita e shënuar Sultan Nevruzi, është ditë mbarësi për të shqiptarët. Unë kam ditë lindje, kam lindur ditën e Sultan Nevruzit, vina Tiranë, edhe kam pasur ender të vinja një ditë tu, ma solli Zotin mbarë erdhë. Sot mbarësi për gjithë shqiptarët, të kenë shëndet, lumturinë, familjet e tyre. Kjo ditë është një ditë ringjallje, reflektimi për një periudhë të vështirë që kemi kaluar dhe pastaj ringjallet ashtu siç ringjallet jeta me lulet, me pemët, ringjallen edhe dëshirat e njeriut, shpresat, reflekton për ato që i ka ndodhur dhe për planet e tij. Uroj të gjithë besimtarëve ta gëzojnë ditën e shenjtë të Sultan Nevruzit. Urimin tradicional për këtë ditë shënuar e përsolli dhe dervishi i teqes Hasan Proko, i cili theksoi rëndësinë që kjo festë ka për komunitetin Bektashi. Sultan Nevruzit është datëlindja e Hazreti Aliut. Në 12 imamët, imami i parë. Ne sot, si çdo vit, shtrojmë i drek, bëjmë edhe një ëmbëlsirë. Është korrespondon dhe me 22-shin që është edhe dita e verës, ndërsa përsa i përket në për familje. Të treja këto ditët, nga 22-shi deri në datën 25, është fest. Është fest. Ditën e parë festohet në teqe, 22-shi, 23-shi mblidhin miqësira dhe 23-24 është në familje. Mbi të gjitha në këto situata që jemi dhe me këto gjithçka çfarë po bëhet përreth, lutim Zotin e Madh, paqe, harmoni dhe dashuri midis njëri tjetrit. Sultan Nevruzi mbetet një nga festat më të dashura për besimtarët, duke sjellë çdo vit mesazhe paqeje, bashkimi e besimi.